Në mjedisjet e ambasadës të Republikës së Kosovës në Londër u zhvillua një mbrëmje kulturore veçantë, kushtuar figurës së shquar të Edith Durham, një prej mbështetësve më të mëdha të shqiptarë në fillim të shekullit 20. Aktiviteti u organizua në bashkëpunim me Anglo-Albanian Association dhe solli në vëmendje kontributin e jashtëzakonshëm të udhëtares, shkrimtares, antropologes britanike në dokumentimin e kulturës dhe historisë shqiptare. Në panelin e diskutimit morën pjesë Sir Noel Malcolm, Stephen Nash, John Hodgson, Jill Theovan, stërnipi Edith Durham dhe Elizabeth Gowing përmes Zoom, të cilët ndanë perspektivën e tyre mbi trashëgiminë dhe ndikimin e Durham. Në një moment emocional i mbrëmjes ishte interpretimi i Dam Joanna Lumley, e cila solli me mjeshtri pjesë të zgjedhur nga libri i Durhamit, Hajt Albania, duke rikthyer në jetë imazhet e përjetimit të saj mbi trojet shqiptare. Ky event shërben si omazh dinjitos për një gruaj që mbeti një mike besnike e shqiptarëve, duke lënë një trashëgimi të vyer mbi historinë dhe kulturën tonë. Në falënderim të veçantë për të gjithë pranishmit e bën këtë mbrëmje të paharrueshme.